Që ta merë fjallën këshilltarja e mundshme që përfaqëson gjinin femnore të fshatit Raven, zonja Teuta Ndiu. Mirëmbrëma të nderuara zonja dhe zotri. Ju përshëndes në emrin tem personal, në emër të fshatit, si dhe në emër të gruas shqiptare, dhe ju falenderoj për përkrahjen dhe vullnetin të cilën e shprehni për ne, gjëgjësisht për aktsin e listës së këshilltarëve. Profesor Dr. Fadil Zendeli, si dhe kryetarin e ardhshëm të komunës së Gostivarit, Profesor Dr. Rufi Osmani. Femrat janë në pozitë të sjellin programe, perspektiva, vlera, talente dhe aftësi të reja në fushën e vendimmarrjes publike dhe kontributi i gruas në proceset e vendimmarrjes në të gjitha nivelet duhet të jetë me interes politik për të gjithë qytetarët dhe të vlerësohet posaçërisht. Është koha për ndryshime. Dhe kjo gjithashtu është një mundësi që të dërgoj një mesazh të qartë për besimin që kjo iniciativë qytetare ka tek femrat si përfaqësuese dhe udhëheqëse politike. Këshilltari i mundshëm, po nga ky fshat, Zoti Ahmet Miftari. Ne jemi të vetëdijshëm për sfidat dhe angazhimet që na presin në të ardhmen, por jemi të gatshëm që t'i përballojmë ato dhe t'u japim zgjidhje kërkesave të qytetarëve tonë. Këtë e them pasi duke punuar me një grup të përsosur me bardhësinë e listës së këshilltarëve të mundshëm, Profesor Dr. Fadil Zendeli, dhe kryetarin të ardhshëm të komunës njeriu më të vlerësuar, Profesor Dr. Rufi Osmani, nuk mund të ketë dështime. Ne besojmë se edhe kërkesat e fshatit tonë dhe nevojat do të realizohen. Fillimisht, desha që u përgëzoj për zgjedhjen cilët e bëhet për listën e këshilltarëve, që në listën e këshilltarëve propozohet një zonjë Teutën dhe me këtë e dëshmu se ju jeni për ndryshime, apo jo? Një përshëndetje edhe për kolegun ton Ahmetin, i cili që në fillim ka dhënë një kontribut jashtëzakonisht të madh për kësaj ide. Ne, si që shifni në gjitha këto prezentime që i kemi pas deri tash, kemi dalë me një ekip të mirë, profesionistësh dhe ekspertësh, më të mirë që të bëjmë balë të gjitha sfidave me të cilën do të ballafaqohena gjatë periudhës së ardhshme. Ne në programin tonë trajtojmë probleme nga më të ndryshmet me cilën ballafaqohen qytetarët tonë. Duke filluar nga problemet e arsimit, do të ofrojmë zgjedhje për problemet në lidhje me mbështetjen për nxënësit në shkollat fillore dhe të mesme, krijimin e hapësirave më të mira për ta, transport më kualitativ dhe cilësor për shkollat e mesme, por do të ofrojmë edhe mbështetje për të gjitha kategoritë e qytetarëve të cilët kanë nevojë për mbrojtje sociale, kategoritë e qytetarëve të cilët kanë nevojë për ndihma të ndryshme
ku komuna do të thonë sipas kompetencave të veta sigurisht do të mund të ndihmojë. Sigurisht se me financat publike do të mbajmë një llogari të posaçme, për shkak se ne mbajmë llogari për taksat të cilët ju i paguani. Dhe të gjitha këto taksa ne do t'i shpenzojmë me një koqillëk të konsiderueshëm dhe me një respekt të veçantë, për shkak se ato janë palet tuaja dhe ne me ato të sillena ashtu siç sillet një nikoqir i vërtet. Profesor Doktor Turki Jam posaçisht i nderuar për këtë atmosferë mjaft popullore, atmosferë fituese, për këtë pritje bujare, për këtë entuziazëm të madh që ju manifestoni sonte. Jam shumë krenar që jam në mesin tuaj. Faleminderit shumë. Të ishojmë nga të tjerat në të gjitha aspektet. Ne në tubimet tona prezentojmë qetë, prezentojmë kthjellët, prezentojmë me dije, prezentojmë me vizion. Nuk i frigojemi të kaluarës tonë, të tashmes tonë, sepse ajo është e pastër si loti, kemi vepra të pastra, kërkuj nuk i kemi hyrë në hak, ndërsa të tjerët flasin me nervos, kanë mbushur dhe okupuar qytetin tonë me shumë postera. Lërëse i kam posterat e vetë, po marrin edhe do posterat të liderëve të vetë. Le të sjellin edhe posterat të tjerë. Po krejt ato nuk ju ndihmojnë. Këtë betejë kanë të humbur, apo jo? Fitore edhe vetëm fitore. Ne u njohëm të tjerëve, që janë të gjakut, të besimit dhe të fesë tonë, që të kenë mandate në kora kur ato ishin avangard dhe pararendës të çështjeve kombëtare. I përkrahëm pa rezervë, i ndihmuam me dije, me mend, me para, në të gjitha mënyrat. Nuk u kërkuam asgjë. Sot, kur ato definitivisht kanë gabuar rrugën, në veçanti në komunën tonë, ne dalim dhe do i ndalim në mënyrë demokratike. Do i ndalim sepse e kanë gabim. Do i ndalim sepse mjaft i kemi ndëgju, i kemi përkrah. Krahas një votimi që ju do bëni, por emrin dhe mbiemrin tim për të cilin u jam shumë mirënjohës. Ju detyrimisht duhet të votoni edhe listën e këshilltarëve të opsionit të Shkoa për Ndryshime. Nëse fitoria ime nuk shoqërohet me fitore të Këshillit, ajo nuk do jetë një fitore e plot. Prandaj, para se me votu Rufi Osmanin, votoni Fadil Zendelin dhe listën e këshilltarëve.